Tensionet diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj europiane janë rritur pas deklaratave të përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me marrjen e Groenlandës. Udhëheqësit e ishullit autonom danez kanë reaguar me tone të ashpra duke theksuar se e ardhmja e Groenlandës mund të përcaktohet vetëm nga populli i saj dhe jo nga ambicjet gjeopolitike të fuqive të mëdha. Kryeministri i Groenlandës, Jens Frederik Nielsen, deklaroi se kërcënimet e presionit dhe diskutimet për aneksim nuk kanë vend mes miqve dhe aleatëve, duke i cilësuar ato si deklarata të papërgjegjshme. Reagimi i tij erdhi në një klim të tensionuar ndërkombëtare pas një operacioni të forcave speciale amerikane në Venezuelë, ku ka presidenti Nicolas Maduro, ndërsa Washingtoni paralajmëroi se do të mbikëqyrë qeverisjen e vendit të pasur me naftë. Ky operacion ka shtuar shqetësimet në ndalimarrëve dhe në Europë se Groenlanda, një territor autonom në sovranitetin danez, mund të përballet me të ardhme dhe presione të ngjashme. Trump ka shprehur vazhdimisht interesin për ishullin arktik, një ambicie e artikuluar për herë të parë në vitin 2019 gjatë mandatit të tij të parë presidencial dhe e ripërsëritur së fundmi në intervista dhe deklarata publike. Presidenti amerikan ka cilësuar Groenlandën si jetike për sigurinë kombëtare të SBA-s, duke përmendur nevojën për mbrojtje dhe kontroll strategjik. Vendodhja e ishullit mes Europës dhe Amerikës së Veriut e bën atë një pikë kyçe për sistemet e mbrojtjes nga raketat balistike, ndërsa burimet e pasura minerale përputhen me përpjekje amerikane për të reduktuar varësinë nga eksportet kineze. Nga ana tjetër, kryeministra daneze Mette Frederiksen ka hedhur poshtë kategorikisht deklarata të Trump, duke cilësuar ato absolutisht pa kuptim dhe duke i riafirmuar mbështetjen e plotë për të drejtën e vetëvendosjes së Groenlandës. Autoritetet daneze dhe ato të ishullit kanë theksuar se çdo vendim për të ardhmen e territorit arktik do të merret vetëm nga qytetarët e tij në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.